Rritja e temperaturave krijon edhe problemet infeksionale të zonave të mbetjeve urbane në rrethin e Gjirokastrës. Xhelil Brejmi, specialist i shëndetësisë, bën të ditur se janë disa vatra të tilla në Gjirokastër që janë evidentuar si burim infeksionesh dhe në këtë rast ndërhyrja dhe pastrimi duhet të jenë emergjent. Ndërkaq, rritja e temperaturave ka rritur edhe virozat stinore ku mjaft pacientë janë paraqitur pranë spitalit rajonal, kryesisht nga zona e Cepos dhe Mashkullorës. Edhe pse situata nuk është alarmante, sektori i higjienës, bën të ditur Xhelili, shqetësuese është fakti i mbledhjes së mbetjeve urbane pasi pjesa e mjeteve nuk klorinohet. Ditët e fundit në spitalin rajonal të Gjirokastrës janë shtuar rastet paraqiten rastet të shtuara me shërbimet gastrointestinale. Kjo si rezultati një viroze që qarkullon në zonën tonë, kryesisht në vijnë të sëmurët nga qyteti i Gjirokastrës dhe nga zona e Mashkullorës dhe e Cepos. Është një zonë e përcaktuar me që na vijnë të sëmurët. Kjo si rezultati i ndryshimit të rritjes së temperaturave janë preken kryesisht moshat aktive që paraqiten në këto raste në spital, moshat aktive edhe në rastet të moshave të rritura. Aktualisht situata nuk është problematike, situata epidemiologjike është e qetë me përjashtim thash të këtyre rritjes së rasteve me enterovirozë. Ndërkaq shqetësuese është edhe derdhja e ujrave të zeza pranë Lumidrino, të cilat sot janë të pamonitoruara, çka në këtë sezon me rritjen e temperaturave është një qendër infeksioni për shkak të shkallës së papastërtisë që ai paraqet. Shërbimi pranë kësaj drejtorie ka bërë edhe verifikime të tjera, kryesisht për derdhjen e ujrave të zeza direkt në Lumidrino. Dikur ato kanë qenë të izoluara kanë qenë të monitoruar dhe ishin nën kontroll të ish drejtorisë komunale të një kohë, ndërkohë që tani ato kanë derdhje të lirë në Lumidrino, që në SMT edhe deri në Subash, deri në tërësinë e atyre. Pra Lumidrino është problematik për tani në fillimin e sezonit të beharit, që do të fillojnë edhe fëmijët edhe këta qytetarët të vend të bëjnë ato pushimet e drekës pranë këtij lumi. Pra janë të diskutueshme për shkallën e papastërtisë.